Hajde qeveri se aja bëjmë një bad review, jo nuk është fak, kas plako është fak ju, thot Gjubani. Nice teksti lezetshëm edhe është që shumë e bukur kur artistat bashkojnë me tilla kauza, se artistat nga natyra duhet të jenë revolucionar. Edhe e çuditshme fakti që artista si Gjubani, dhe është tekst shumë i sinqert, ky që sapo ka hedhur dhe përshëndes. Çuditshme, tekstet kaq të sinqerta asnjëherë nuk bëhen aq të mbështetura si nga sistemi, si nga shoqëria, kur nuk është vërtet revolucionare. Sa që bëhen tekstet me fjalë përsëritse me dy fjalë. Xhuma baby, xhuma. Xhuma baby, nga e largë përshëndes. Unë Eva i përshëndes për bëj këtë video për një tip refleksioni. Nuk e kisha planifikuar, por thjesht ndjeva ta bëj tani. Më ndalojnë dhe më thonë shumë njerëz që pse kanë në numrat e protestës, a është shuar, a do mbaroj, do vazhdoj më. Unë pavarësisht përplasë dhe distancimit momental që kam, për arsye se paraqitja ime ka qenë që fillim shumë e fortë, shumë përplasje. Dhe qësa ime ka qenë e kam darë që fillim qasin që në për këtë protest, për gjithë ata që më kanë ndjekur. Nuk është se do ndryshoj një njerë, po nuk është se më vjen mirë që kanë rënë numrat, dhe jo, nuk do ndaloj protesta. Pavarësisht interesave që janë aty brenda, pavarësisht grupeve të ndryshme, çdo gjë do kthjellohet, hyra do kthjellohen, gjithë njerëzve që kanë ardhur me sinqeritet, siç jam dhe vet, i them ju lutem mos humbni besimin. Ndryshimi që ndodhi gjithë to 2 muaj bën nesh shumë i madh. Prandaj shumë prej nesh kanë pasur edhe lukati emocionale, unë e para. Nuk më vjen zor fare ta them. Shumë prej nesh kanë pasur edhe ndryshime në jetën personale shumë të mëdha. Shumë prej nesh u ndi shumë raste protestuesësh aty, nuk janë mbështet as ka familja. Nuk është e thjeshtë ndryshime kaq të mëdha në shoqëri, sidomos në një shoqëri sa ajo shqiptare që është e hapur nga sistemi kohë të kohë. Nuk është e thjeshtë që të ndryshoj, që të ndodhin pa çrregullime emocionale shumë e vogla, mos të visni mendjen për këto. Jo e them unë. Më vjen keq për gjithë ata që janë shoqëruar ditën e përplasjes së parlamentit. Nuk është një reagim i vonë, po dua ta them dhe këtë gjë. Shumë gjëra aty nuk janë thënë se si ky është informacion që unë kam nga antarët grupit tim, se si njerëz që janë shoqëruar, përveç atyre që janë bërë protagonistë, jo vetëm që janë dënuar, por kur kanë dalur me arrest shtëpie, është vënë ndaj rripe, rrethorit të këmba, i është mbajtur telefoni, nuk i është dhënë më, nuk i është dhënë më fare. Kemi të bëjmë me shkelje shumë mëdha. Sistemi është më i fortë se ne dhe sigurisht që secili që del kundër ti nuk është e thjeshtë darësh flasësh kundër sistemit. Unë jam njëri që kam bërë gjithë jetën time. Këto video dëgjohen si nga njerëz, sidomos nga njerëz të sistemet, dëgjohen si nga njerëz të sistemet, si nga njerëz që nuk kanë sistem. Po unë gjithmonë do flas për njerëzit që besojnë. Për mua besimi është e madh. Unë gjithmonë do flas për njerëzit që besojnë, që janë shumë në Shqipëri, jo të gjithë janë atë shesh. Po doni të flasin tamam, dini drejtën. Zona gri shumica nuk ka dalë në shesh. Ja të distancuar akoma sepse nuk kanë akoma një besim, nuk kanë parë diçka që të bëjnë që të përfshihen aty. Në atë shesh shumica që janë të angazhuar dhe që janë aktiv për momentin janë votues. Madje dhe votues të këtij zotërisë është pushtet. Ishte edhe një gjë fani për qeshur, tha njëri aty tha e kemi shitur në votë tha familjarisht, po nuk është si më tha era fundit. I morëm 150 €, tha po era fundit nuk është si më. Sigurisht që secili ka të drejtë që të ndrojë ide.
duhet të them që se unë jam zonë gris, s'kam votu kur, s'jam përfshi kur as për parti as në politikë. Zona gri vërtet që zona e profesionalizmit vërtet që është e distancuar. Sidomos po të gjë që ka mungesë retorike siç ka nga mikrofonaxhirit. Unë shpresoj që kjo gjë çfarë plani kanë ata që u vëshfallën organizatorët të qartësohet shumë shpejt, sepse shumë prej nesh kur erdhëm fillim erdhëm sepse menduam sepse nuk ishte organizator dhe ishte zhgënjim për ne që të dëgjonin një gjë të tillë. Shpresoj që qartësohen rreth shpejt, ne nuk duhet të heqim dorë kur, ju lutem mos u demotivoni. Kush është i lodhur të distancohet pak, se nuk jena robota, të distancohet pak dhe të qetësohet dhe të dalim protestë prapë. Ne nuk dalim me pagesë. Kush merr pagesë mbaron atë ri çdo ditë aty sepse merr pagesë. Ne kemi lënë punë tjera për të dalur aty. Dhe jemi penalizuar në jetën tonë personale. Sakrifica jona që kemi dalë pas një përfitim mos harroni kurrë. Ju lutem mos humni besimin. Çdo gjë të shkojë mirë. Çdo gjë të shkojë mirë. Përshëndes shumë, Eva.